Këta sharlatanët e politikës tanë i janë kundërvën popullit, i janë kundërvën thënjeve të mirë për njerëzimin, po i ja kanë kthyer me të keqen e tyre. Tani, Sali Berisha ne e dim kush ishte, çfarë bëri dhe ç'na ka bërë, e ç'ka bërë për ne moshën e tretë, që sot del dhe qiret edhe kërkon votën nga pensionistët, kërkon votën nga shqiptarët. Po ne e dim që nuses një herë i vishet fustani bardhë, a i e veshit i 3 herë, si që bëri dhe Erjoni që bëri ti 3 herë dasëm. Tani politikanët tanë këta janë, duan gjithmonë fustan të bardhë, po fustani bardhë është vetëm një herë. Fustanin e bardhë t'ja veshim Arlind Qjorit, që është e para herë që del në skenë. Shtu harojmë ne tani të kujtojmë ato hapjet e depove, ato të gjitha që i bëri njerëzimit ose luftën që bëri, që qoj popullin të vriste jugun, vllavrasje në njerëzim nuk janë për të kujtuar, po janë për ata të zezë, po ata të pa fytyrët, që s'kan fytyrë, dalin dhe dalin në mbështetje të shullit të gjatë që kemi ne, të uzurpatorit, të sharlatanit politikan, sepse edhe Edi Rama është një sharlatan politikan që kur erdi në politik tha do t'ju jap pensionisteve, shtresave në nevoj, minatorve statusin. Ku i ke statusin o zullumqar, ku e ke statusin e minatorve? Ti moshës së drejtë ju ndalove dhe vizitat e mjeku, ju hoqe dhe check-upin, me marzit, do me thënë sepse Ilir Beqja që është atje brënda, nuk i ka marrë të gjitha vetë, po të këdhan pjesën ti o zullumqar, pjesën ti, djersën tonë, djersën e popullit. Fritet për strehimin, ju e dini mirë që ne në kohën tonë mundoheshim të punonim turni 3 të merrim na një shtëpi për strehim. Sot fëmijët tanë ikin nga sit këmbët, sepse këtu nuk krijojnë dot jetën, nuk krijojnë dot familjen, se këtu nuk blejnë dot një shtëpi, se çmit ka ajt në çmime maramëndshme. Plus çmimi maramënd është 95% që i ka vënë shteti shqiptar të paguajt atim populli. Prandaj ne kemi një qeveri që është kundra popullit. Kur a i vuri 15%, ndërtuesi e ngriti me 150%, se ndërtuesi pa fitime nuk fiton. Po a i 10-15 ndërtues ka, oligarkët ka, nuk ka ndërtues të ndershëm në Shqipëri. Ndërtuesit e ndershëm nuk hendot buk me këta, se ju qojnë institucionet i qojnë tatimet të dera të ndershmeve, të pa ndershmit, oligarkët e tire i ushqejnë, ju japin me natë e me ditë, ju japin lek nga parat tona. Kur a i bën falimentin, këta nuk e lënë të falimentoj, po gjoja bën falimentin, a i e subvencionojnë këta. Kush është a i biznes i vogël? Le të ngrihet njëri këtu dhe të thotë që unë kam biznesin e vogël dhe jam subvencionuar nga shteti. Asnjë. Kjo ndodh vetëm me oligarkët. Kjo ndodh vetëm me ata që shfrytëzojnë galerit tona, që ka pregatitur ndërtim miniera në kohën tonë, sepse ne kur shfrytëzonim një front, para pregatiteshin dhe 3 tjera në krah. Sot këto fronte i kanë oligarkët, i kanë deputetët, i kanë këshilltarët e këshillave bashkiak. Në Bulqiz ke 5 këshilltar që kanë në 2 galeri, ke deputet që kanë në 2-3 galeri. Ne jemi të shkrimtar që tje dhe partje u vrana një minator, do me thënë çdo ditë vritet një minator dhe media hesht. Turpi madh në këtë vend, që me gjithë këto televizione që ne numërojmë, nuk ke një media të pasqyroj punën tonë. Ja thoni ju, hapni televizorin, këto shikojeni.
mi unë gordi se i hodëm se del Saliu, del Edi, dalin këta u shunjzat që kemi në përkëm dhe shojmë në për televizor. Ne të drejtët të ndershmit nuk ka vënd në Shqipëri për të ndershmit. Prandaj na ikin fëmijët ne. Prandaj kemi ngel me 4 faqet e murit. I shojmë fotografin fëmijëve, nuk i shojmë me si. Turp për këta zagar, po këka turp i pandershmi. Bërëm një protest për policin që qoja u hodh në kati 11. A të gjuat në një medje të fliste për të? Jo. Pse jo? Sepse Zamir Manja e ka kap pushtetin për fyti, i ka kap oligarkia pushtetarët tanë. Nuk kanë forcë, nuk kanë forcë. Prandaj, me doni zotëri, vojoni thirrje të gjithve, në datën 11, vota të numuri 2, në kutit e numuri 2, mos u ngatroni me emra njerëzish, vetëm të Dyshi. Dyshi është ai që do t'i japi drejt, do t'i japi të ardhme, do jemi një popull me prosperitet dhe me dignitet, vetëm me numërin 2. Faleminderit.